Përshëndetje, faleminderit për pranimin tuaj. Jam sot këtu së bashku me drejtorin e Forcës Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale, Mel Skoçi, me zëvendësdrejtorin për hetimin e krimeve Bujar Deljallisi, me shefin e komisariatit Alger Gjonaj për t'ju bërë me dije ju dhe nëpërmjet jush opinionit publik në organizimin, zhvillimin dhe finalizimin me sukses të një operacioni policor me rrezikshmëri të lartë të koduar Enigma, gjatë cilit u kapën dhe u vunë pranga 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 shtetas me rrezikshmëri të theksuar shoqërore, të shpallur kërkim më parë për vepra penale në fushën e krimeve kundër personit dhe atyre të narkotikëve. Gjatë këtij operacioni policor janë sekuestruar 4 armë zjarri pistoleta, të cilat të shtetës i mbanin me vete, me fishek, në folen e fishekut gati për qitje. Më konkretisht, ditën e djeshme, strukturat e drejtorisë vendore të policisë Durrës kanë siguruar informacione në rrugë operative se disa shtetas në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore ishin në ambientet e një restoranti në gjirin e Lalzit, ku dyshohej se shumica prej tyre ishin dhe të armatosur. Bazuar në këto informacione, në analizën e riskut, lindi nevoja për përfshirjen në operacion të drejtorisë Forcës Posaçme Operacionale. Në kuadër të operacionit, me masa të larta sigurie, shërbimet policore ndërhyjnë në mënyrë të befasishme në ambientet e restorantit ku ndodheshin personat. Nga verifikimet paraprakë rezultoi se te tavolin ishin ulur 7 shtetas, ndërmjet tyre 3 të kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe konkretisht. Xhevdet Plaku, rreth 45 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga zyra qendrore kombëtare Interpol Romës, pasi gjykata e Breshës, Itali, ka lëshuar ndaj tij urdhër arrestin për kryen e veprës penale trafikimi narkotikëve. Ky shtetas është arratisur nga burgu i Ankonës në muajin janar të këtij viti dhe për këtë arsye autoritetet gjyqësore italiane kanë lëshuar urdhër arresti. Gjatë kontrollit, këtij shtetasi u gjet një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje. Flobenc Meqja, alias Gega, alias Drini, 43 vjeç, banues në Shkodër, i shpallur në kërkim nga SPAK pasi gjykata e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar në muajin korrik vitit 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për kryen e vepra penale, organizat kriminale, kryer e veprës penale nga grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve i mjeteve për të kryer vrasje. Gjatë kontrollit të këtij shtetasi ju gjetën 2 dokumente identifikimit falsifikuara, një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje. Voltan Xhani, 39 vjeç, lindur në Përmet, rezident në Holland, person i cili në muajin shtator vitit 2024 ndaj tij gjykata e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg, si i dyshuar për kryen e veprave penale, trafikimi mjeteve motorrike, kryen bashkëpunim, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje në funksion të hetime për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vrasjes me armë zjarri të shtetasit ER, ngjarje ndodhur në qytetin e Shkodrës. Edhe këtij shtetasi, në çantën e tij, shërbimet policore i gjetën një armë zjarri pistolet fishek gati për qitje. Juger Xhani, 35 vjeç, lindur në Përmet, për veprat penale, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit, mos kallëzimi i krimit për kraj autorit veprës penale. Edhe këtij shtetasi ju gjet një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak. Gjithashtu, nga ana e shërbimeve u arrestuan shtetasit OH, 38 vjeç, banues të Mamurrës, i dyshuar për kryen e veprave penale, mos kallëzimi i krimit për kraj autorit veprës penale e kryer në bashkëpunim. FQ, 36 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale, mos kallëzim krimi për kraj autorit veprës penale, kryer në bashkëpunim. Shtetasi AH, 45 vjeç, banues në Mamurrës, i dyshuar për kryen e veprave penale, mos kallëzimi i krimit, kryer veprës penale për kraj autorit veprës penale, kryer në bashkëpunim. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale shuma, parash, euro dhe sende tjera të cilat shërbejnë për dokumentimin e aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve. Në bashkëpunim me prokurorinë vijojnë hetimet e thelluara për dokumentimin ligjor të aktivitetit kriminal të këtyre shtetasve. Theksojmë faktin se ky operacion është organizuar dhe zhvilluar një kohë rekord me profesionalizëm të lartë, duke finalizuar me sukses pavarësisht shkallës së lartë rrezikshmërisë shoqërore të personave të cituar më lart, ku 3 prej tyre kishin armët e zjarrit me fishek në fole gati për qitje. Në këtë kuadër, në emër drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, falenderoj gjithë punojësit e policisë për fshirjen në këtë operacion.
Duke përfituar nga rasti, duhet siguroj qytetarët e qarkut Durrës se strukturat e drejtorisë vendore Durrës janë maksimalisht angazhuar për të parandaluar dhe goditur krimin përgjithësi dhe krimin e organizuar në veçanti, për të goditur rastet të armbajtjes pa leje, kapjen e persona në kërkim dhe për të goditur çdo veprimtari tjetër të kunalishme me qëllim krijimin e një ambienti sa më të sigurt për qytetarët, vizitorët dhe turistët nga marrë botat që frekuentojnë qarkun tonë. I ftoj edhe një herë qytetarët që të besojnë dhe të mbështesin akoma më shumë policinë, të denoncojnë çdo paligjshmëri në numrin 112 duke i garantuar anonimat plot dhe ndërhyrje menjëhershme e profesionale nga ana jonë. Bashkërisht ndërtojmë një ambient më të sigurt. Faleminderit gjithëve. Të gjithë të bashkë ishin në restorant, pashin larg? Po, në të njëjtin ambient. Drejtor, ka dhe disa ngjarje të tjera kriminale. Jemi duke punuar në mënyrë shumë intensive për vrasjen e ndodhur. Kemi shpallur 2 persona në kërkim. Nuk mund të them më tepër se kaq për arsye hetimore. Besoj që shpejti mund të kemi rezultate tjera. Jemi duke punuar shëndet shpejt për të thënë konkluzione.